Katastrofë fare. Po lëm gomët, po shkatërrojmë makinat, katastrofë. Nga hallet tona, hallet familjare. 40 minuta po, për të vajtur për Libras, se di kur do arritesh. A do të gjejmë rrugën këtë. Jashtë mase, për mirë neve që kemi kështu për një hallë xhimër për në spital më. Ai helikopteri i ushtrisë që ka orë të punës duhet i bëj për jo për kokpalarin atë, prezaçin. Duhet ishte vendos dorë në këtë aks? Po si duhet ishte tallja është kjo. Duhet ishte bërë ajo andenjër pastaj kjo. Pak në ndihmoshin edhe dilë policia në Elbasan, na ipshin një rrugë zgjedhje, neve s'kishim një lloj. Për nga vini dhe ku po shkoni, se shoh që jeni një makinë me target huaja? Ne vim nga Pajova, fshati Peqinit, jemi nis për Greqi, po na thanë që rruga vazhdon. Kjo rrugë që tuti, po kjo është një rrugë, pse pa them rrugë fshatashe, rrugë dhish. Që shkosh ndalesh me një vend qytetërimi, që të dish këtu me këtë mali, që ta bësh rrugën që është 3 orë, rrugën ta bësh për 5 orë, 6 orë. Na kur u kthejmë që erdhëm nga Greqia, s'na dhanë rrugë zgjedhje nga Dhish. Ka ardhur Dandri me gocën, kanë ardhur deri Maliqi, Gramshi kanë thënë që kalon rruga. Mase ne i kanë këtu mbrapsht prap, kanë ardhur nga Përmeti, kanë bërë 12 rrugë. Po, edhe panik për sigurinë më shumë. Hajde se makina zgjat dhe japi defekt da rregullojmë asgjë. Vekra nuk prish punë la marina, po ne doli tjetër se neve kësaj lloj shteti. Ne s'kemi në siguri këtu që siç ka shtetet evropiane hajde dhe ikish. Po për 50 euro të brash, për 50 euro. Shiko, një terren i vështirë për arsye që bllokimi të rrugës që ka ndodhur atje shembja e rrugës, jemi detyruar që të futemi nga zona e autolishtit për ta dhënë një barë në këtë rrugë që këtu askalin nuk kalojnë për lëmon njeriu me makinë. Në këtë rrugë ku jemi ne jo asnjë nuk ka pas. Domethënë nga rruga tjetër aty nuk e dim se s'kemi kaluar se është bllokuar. Ndërsa këtu nuk ka asnjë lloj punimi.